Bismillah, alhamdulillah. Salatu selamu ala Rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësi dhe bekimet e Allahut që është i dërguar e tij Muhammedin alayhis salam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në radhën e kaluar, pra në mësimin e kaluar, folëm diçka rreth vlerës që ka e tauba, pendimi, e thamë se si është prej atyre veprave, të cilat Allahu i lartësuar i do, e pranon pendimin prej robit, prej besimtarit, dhe jo vetëm që e pranon, mirë po e falë gjunahun, nuk lë absolutisht as edhe një gjurmë, edhe njëkohësisht gëzohet me ndryshimin, me revolucionin, me përmirësimin që bën njeriu, dhe është problem me një shpërblim jashtëzakonisht të madh. Tani, për të mos përsëritur ato që ne tham, thjesht dua edhe sa për të freskuar dhe për të bërë lidhjen, shallëzohet me atë që do ndajmë sonte, po thjesht përpiqemi praktikisht edhe ta imagjinojmë pak se ç'do të thotë kjo. Ta imagjinojmë pak se cilit prej nesh për shembull mund t'i ketë ndodhur ndonjëherë në jetë që të ketë patur zhgënjim me një person, dikush t'i ketë bërë padrejsi. Dhe se cili prej nesh është i vetëdijshëm se çfarë ndjenje qarkullon dhe përjeton njeriu i cili është viktimë. E kupton? Se dikush ka bërë padrejsi, ka cënuar të drejtat e tua. Tani, imagjinoj që ky njeri vjen dhe të kërkon falje. Dhe ti i thua, të kam falur. Ama të ka, si thua, ka gabuar rënd. E ti e ke falur atë, të kam falur. Edhe i futa i 5 vjeqe në gjë, ose i 100, për shumë. Dhe i thua, të meri këto, dhe këto e ke vetëm për veprimin që bëre. Pra dhe shpërblen atë. E falë, dhe plot shpirt në zemër, dhe çfarë bën? Edhe i dhuron diçka. Pse ma dhurove? Këto ta dhurove vetëm për gjestin tënd, vetëm për veprimin që bërë. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë gjë që ti bëre. E ndjeve, u vetëdijsove që gabove, dhe çfarë bëre? Erdhe, kërkove falje, unë jo dhe që të falj, absolutisht nuk hak mera, mirë po edhe të shpërblej. Në rregull. Do të mjaftonte vetëm falja si vlerë. Jemi dakord? Pra dikush ka gabuar karshite. Do mjaftonte vetëm ta falësh tjetrin si vlerë. Mirë. Edhe ta shpërblesh. Ta shpërblesh ato. Imagjino pak se përse bëhet fjalë. Mirë po çudia vazhdon akoma më shumë. Cila është? Ky njeri i cili gaboi karshiteje, ti e fale, jo më fale, por dhe shpërbleve, tenton, guxon, gabon për të dytën herë. Gabon përsëri. Imagjino pak si do të jetë reagimi i secilit prej nesh. Ti e kupton dhe je bindur që ai është i sinqert, vlerëson, jo, nuk vlerëson tani gabimin, mirë po ku i gjeti fuqinë të pendohet për të dytën herë. Dhe të vip, të kërkoj falje për të dytën herë. Dhe kupton pozitën që ka mund, që ka gabuar karshimeje, por njëkohësisht kupton dhe sa gabimtar ka qenë. E çfarë bën? E fal për të dytën herë dhe përsëri e shpërblen për të dytën herë dhe i thua dhe këto e ke shpërblim prej meje. Dakord? Kush mund ta ketë bërë këtë gjë prej njerëzve? Raporti njerëzor. Dim në një rast. Ky njeri, çudia vazhdon, kthehet dhe gabon për të tretën herë. Mirë. Ky njeri kaq fisnik, kaq bujar, kaq madhështor i cili e fali për të herën e parë, fal të dytën, e shpërbleu për të parë të dytën, e bën këtë gjë për të tretën herë. Kthehet dhe përsëri e bën për të katërtën herë, dhe për të pestën herë, dhe pastaj në vazhdimsi, ka mundësi në raportin njerëzor, edhe në raportin prind dhe fëmijë apo anasjelltas dhe në raportet më të ngushta, ka mundësi të ndodhi? Nuk ka mundësi. Sa do bujar të jetë njeriu, sa do fisnik që të jetë, sa do durimtar, sa do vizionar që të jetë, vjen një moment dhe thot me mua, losti, me mua talësh. Vjen një moment dhe humbet durimin. Allahu lartësuar nuk e humbet durimin. Dhe njëkohësisht nuk e ndërpret ndonjëherë mirësinë këtë raport me robin e tij. Pra të përpiqemi praktikisht të kuptojmë se çfarë ndodh me pendimin, me faljen e gjunave. I
Tiu është Allahu i lartësuar. Prandaj ne nuk e kuptojmë se kush është Allahu i lartësuar dhe kush është Zoti që ne adhurojmë. Dhe siç thamë dhe radhën e kaluar, ne nuk e kuptojmë madhështinë e Taubes, madhështinë e faljes për Zotit të gjithësisë. Çfarë mirësie na bën Allahu i lartësuar. Mirë, po kush pendohet? Kush pendohet? Jo të gjithë njerëzit pendohen. Ai që kupton këto kuptime, pendohet ai që kupton këto kuptime, ai që njeh madhështinë e Allahut, njeh pozitën korrekte të tij, sa peshon vet, tjetër i druhet shumë takimit me Zotin, ndëshkimit të Allahut të lartësuar, tjetër çfarë ka? I druhet shumë edhe pasojave të dhembit të gjunahut. Pasojave, shumë tjesë të tij dhe pasojave që njëtën kësaj bote, përpara se të vi bota tjetër. Do marrim bashkërisht përsëri sot inshallah Zoti rreth kësaj teme, një hadith të mrekullueshëm. Mirë, por në një farë mënyrë në disa kuptime i dhimbshëm. Jam e bindur që e keni dëgjuar dhe herë tjetër, por nuk mbaj mend një herë nëse kemi ndarë bashkërisht dhe kemi analizuar, të paktën që të jemi ndalur në disa kuptime të thukta që i përfshin ky hadith. Bëhet fjalë për pendimin që ka bërë Maiz ibn Malik al-Aslami, një sahabi i nderuar, që thuhet se ishte jetim dhe gaboi. Ishte i martuar, ishte familjar, ishte bashorte, dhe rani imoralitet. Dhe bëri imoralitet. Dhe ne dim shumë mirë se çfarë gjunoj kopshëm është i rëndë, është imoraliteti, cëlimi i nderit të tjetrit. Nëse bëhet prej një beqari apo beqareje, është nga gjunat më të rënda që ekzistojnë, nga gjunat më të mëdha shkatërimtare, cënimi i nderit të tjetrit. Mirë, por nëse ky gjunat kryhet për një të martuari, për një dikujt që Zoti i lartësuar i ka mundsuar kuror, ka mundsuar bashorte, dakord? Dhe me anë të kësaj kurore dhe me anë të kësaj martese, ai ka plotësuar gjysmën e fesë. Dhe ka mbyllur një portë prej portave të gjunahut, që janë portat e tubimit, e epshit. Nëse ky gjuna ndodh për një të martuari, atë nuk mund të jenë pasojat dhe nuk mund të jetë dënimi dhe ndëshkimi i njëjtë, siç ndodh për një beqari dhe te ky martuari. Për këtë arsye janë të cilësuara dhe janë të qarta dispozitat dhe penalitetet dhe fenë e Zotit të lartësuar për beqarin dhe për të martuarin. Për të martuarin është dënim në vdekje, përderisa plotësohen që të gjitha kushtet dhe përderisa ndodh që vetë robi shkon dhe e pranon atë. Maiz ibn Malik al-Aslami, ky djalës sahabi, ranë të gjuna dhe e pranoi atë. Dhe ndiqeni pak se çfarë ndodhi. Në momentin që ranë të gjuna, e dogji, e përvëroi, e shkatroi për brenda këtij gjuna. Dhe ne dim shumë mirë, e Zoti na ruaj që të gjithëve, kënaqësia, nëse ka kënaqësia e gjunahut është minuta të caktuara. Pastaj pjesa tjetër që e pason, çfarë është? Është tmerr, është burg, është dhimbje, është turp, është kopçarje, është mbytje, s'të lë të jetosh. Mbaroj, ranë të gjurë, po tani çfarë do bëj? Ka të jam mbaj. Unë jam musliman, unë jam besimtar, unë jam me profetin e Zotit. Unë kam Kur'anin, dakord? Si ndodhi? Po tani, cila është zgjidhja? Shkon dhe konsultohet. Konsultohet me një sahabi i cili quhej Hezal. E këtu ndiqeni se e këtu ja vlen që të ndaloj. Çfarë i thot Hezal? Radiallahu anhu, ejmain, i thot dhe pranoje këtë që ka bërë dhe ke dërguar i Zotit. Shko dhe pranoje dhe ke dërguar i Allahut të lartësuar. Shkon dhe pranon të pejgamberi alayhis. Dhe thot të dërguar i Allahut të lartësuar, tahirni, pastro. Pastaj dua që mbi mua të zbatohen dispozitat e fesë së Allahut të lartësuar,
Çfarë gjykimi ka ai i cili gabon këtë gabim që bëra unë në fenë e Zotit lartësuar, dua ta marr ndëshkimin në këtë botë në mënyrë që kur të dal përpara Allahut të lartësuar në botën tjetër, nuk dua të jetë peshoren time ky gjunaf. Pejgamberi alayhis salam thotë, largo prej meje. Shko kërkoj falje Zotit, se mbyllet këtë mohabet. Nuk e pranoi. Ai dikte për brenda gjuna. Dhe shkon për të dytën herë dhe i thotë o dërguari i Allahut të lartësuar, pra e pranoi çfarë kishte bërë dhe i thotë, zbaton mbi mua fenë e Zotit, ligjin e Zotit. Për të dytën herë, për të tretën herë, pejgamberi alayhis salam vepron të njëjtën gjë. Imagjinoni, shkon 3 herë, normalisht në interval kohor, se dim se sa, tek pejgamberi alayhis salam. Pra kishte mundësi, kishte kohë të reflektonte, të qetësoj, të peshonte pasojat, të dënoi me vdekje. Dakor? Jo. Unë dua që kur të dalë në këtë dunja, ndëshkimi apo dënimi më saktë është minuta të caktuara. Ama dënimi i botës tjetër është i dhimbshëm. Dakor? Dhe rëndonte pesha e gjunahut. Dhe shkon për të 4 herë tek pejgamberi alayhis salam. Të 4-ën herë, çfarë thotë pejgamberi sa? U drejtohet sahabëve. Thotë, "Ore, mos është i çmendur. Mos ka probleme mendore. Mos ka ndodhur ndonjë gjë. Ore, ne njohim që është në rregull. Po mos ka ndodhur ndonjë gjë dhe njeriu ndryshon brenda orës. Një tronditje, një sprovë, një problem, një aspekt që mundet. Mos ka ndonjë problem. Është në rregull. Thotë, mos ka pirë alkool. Dhe çohet dikush prej pranishme për sahabëve dhe e ndihen në ti merr erë, aty është në rregull. S'ka pirë as alkool i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi alayhis salam pastaj thotë, përderisa çfarë bëri? E pranoi në mënyrë të përsëritur. Zorën e pak këmbgulje, zorën e pak se sa e dikte gjunafi, vendosmëri dhe këmbgulje për të zbatuar mbi të ligjit Zotit të lartësuar. Pejgamberi sa çështja u ngrit në gjykatën tek i dërguari i Allahut të lartësuar. Dhe çfarë thotë pejgamberi sa? Nëse çështjet shkojnë në gjykatë, më nuk ka kthim pas. Ka tash në gjykat në aspektin shariatik. Atë pejgamberi sa thotë, në rregull. Caktoi një ekip për sahabë, thotë, zbatoni mbi të ligjin e Zotit. Në momentin që e morën dhe filluan të zbatonin mbi të rregjimin, gurzimin, e kur filloi dhe shijonte thimbjen e gurve, e mbathi vrapit. U largua. Majs. Sahabët çfarë bën? Ata që ishin, thanë, pra ndoqën urdhin në aspektin se thua është me fjalë pa i hyrë në interpretim fare, e ndoqën derisa të vrapën. Atë. Derisa vdiqën. Kur u kthyen te pejgamberi alayhis salam, çfarë i thanë? I thanë i dërguari i Allahut të lartësuar, Allahu më mëshiroft. Dhe pranov pendimin e tij. Mirë po, një detaj i dërguari i Allahut, thotë, në momentin që ne filluam për ta qelluar, thotë aja e mbathi vrapit. Çfarë tha pejgamberi sa? Hella taraktumu. Sikur ta kishit lënë. Dhe pastaj aty me Zotin e tij të pendohej dhe Allahu t'i pranonte pendimin. Sikur ta kishit lënë. Pse nuk e latë? Ndodhi. Filluan diskutimet me sahabëve. Dhe dikush, është mësa normale, u përqendrua tek madhështia dhe mizoria e gjunahut. Dakord? U fokusua tek kjo. Kurse dikush tjetër prej sahabëve fokusua dhe u përqendrua tek madhështia e teubes dhe e pendimit. Dakord? Reflektimin që bëri Maiz ibn Malik radhiyallahu anhu. I gjën pejgamberi alayhis salam duke diskutuar. Për çfarë po diskutonin? Ka dërguari i Allahut, më ndarën në 2 kampe, në 2 grupe. Dikush thotë kështu, thotë pejgamberi alayhis salam. Thotë ai ka bërë një pendim. Ka bërë Maiz, ka bërë një pendim që nëse ndahet në një numër të madh njerëzish, një umme, një bashkësi gjigande, ky pendim nëse ndahet, pa imagjino se cili prej këtyre njerëzve të ketë kusuret e tij, të ketë paket të gjunave. Gjunave të ndryshme. Pendimi i Maiz do të mjaftonte për gjunat të gjitha atyre njerëzve. Një bashkësi, e tërë. Dhe Maizi, nga një njeri gabimtar,
dhe gjuna fsharë, dakord, një bashkësi shumë fisnike, bëri gjuna shumë të rëndë, u kthye tashmë në model. Ku jotëm sahabët në atë kohë, por dhe ne të cilët fletojmë, dhe lexojmë, dhe jetojmë me herojnë tanë. Tek majzi, nuk shohim, po si ka mundësi. Pra nuk e marrim për shembull, si ka mundësi sahabiu dhe rani gjunahun e zinas. Por marrim fuqinë e pendimit. Çfarë marrim? Fuqinë e pendimit. Tani, brenda 2-3 minuta që të shkëpusim disa prej tyre përfitimeve dhe dobive që nxjerrin nga kjo ngjarje. E para dhe më e madhështoria është fuqia e pendimit. Ky është pendim. Njeriu me vetdije e di se cili është përfundimi. Dhe thot, unë nuk dua të dal i pist apo i rënduar me gjuna, me njollë përpara Zotit tim. S'dua të kem asnjë njollë kur të dal në ditën e gjykimit. Asnjë njollë. O dërguari i Allahut, nëse unë tani e pranoj dhe kërkoj që të zbatohet mbi mua dënimi. Dhe çfarë ju e dini shumë mirë, që ai atij që ka gabuar dhe që mbi të zbatohet penaliteti. Në jetën e kësaj bote, më ky gjuna çfarë bëhet? Fshihet, as nuk i përmendet më në botën tjetër. Kjo është çështja e hududve. Dikush mund të ketë vjedh, dënohet që në këtë botë. Dikush ka shpifur, dënohet, nuk e di. Fshihet nga regjistrat e veprave të tij. Dhe kjo është pendim, të nderuar. Pendim që të djeg shpirtin, të djeg atë zemrën. Nuk të lë të flesh, nuk të lejon të shijosh ushqimin, të shijosh jetën. Kjo është pendimi i vërtetë. Kjo është, si thua, dobia e parë. Dobia e dytë që ne nxjerrim në këtë ngjarje, kush më thotë cila mund të jetë, edhe në bashkësitë më fisnike mund të ndodhin gjuna. Ka bashkësi më fisnike se sa bashkësia e sahabëve? Imagjinoni, i dërguari i Allahut mësuesi tyre. Shpallja ishte akoma duke zbritur. Zbriste Xhibrili her pas here me Kur'anin famëlar. Në mesin e këtyre njerëzve ishte i dërguari i Allahut rësuar, mësuesi i tyre, ishte Abu Bekri, ishte Umeri, ishte Uthmani, ishte Aliu radhiyallahu anhum ecma'in. Ishin sahabët. Apo i gjuna. Shejtani mallkuar bën punën e vet. Mundet edhe këta njerëz të mëdhenj të bëjnë gjuna të mëdha? Mundet një njeri i madh, sahab, të bëjnë gjuna të madh? Mund të ndodhi. Dhe ja ku është shembulli konkret. Mirë po madhështia atyre, ku duket? Në mënyrën si reagojnë, si e kanë reagimin pas gjunahut, pas gabimit. Mundet. Edhe nëse nuk i vendosim do të kurfi i vetes tonë në raport, e nuk tregojmë të mëdhenj, të matur, të devotshëm për ta privuar veten dhe për ta mbajtur të dëlirë dhe të pastër nga gjunahu, do të tregojmë të mëdhenj në mënyrën se si reagojmë pas mëkatit dhe pas gjunahut, me anë të pendimit, të reflektimit dhe të përmirësimit. Dakord? Kjo është dobia e dytë. Pra nuk do të çuditemi nëse dikush mes nesh, apo dikush mes muslimanëve gaboj. Dhe çfarë bën? Gabon më shumë ty dhe unë, pastaj që gjykojmë, paragjykojmë, sulmojmë, bojkotojmë, përjashtojmë, kurrizojmë, çfarë? Nuk lëmë gjë tjetër pa bërë. Imagjino. I dërguari i Allahut të mësuar, nuk gjeti momentin dhe për t'i derdhur majzit, të gjithë vrullin, të gjithë zemërimin, të gjithë inatin, të gjithë. Jo, ti të thoshte, ti unë në mesin tuaj dhe unë kështu e ti gabon. Jo. Dakor, prandaj, shikoni, hajde ta lëmë të dobia e tretë, se si reagon njeriu i madh kur përballë ka një gjunafçar. Dhe nuk ka njeri më xhelos për fenë e Allahut të mësuar se sa pejgamberi alayhis salam. Mund të gjesh njeri më xhelos për fenë e Zotit se sa i dërguari i Allahut? Mundet? Nëse dikush del dhe thotë diçka të tillë, se shoqë të bëj kufër, të dalë nga feja. Dakor? Prandaj, shikoni se si reagoi pejgamberi alayhis salam. Mëshirë, largohu. Pse largohu? Jo largohu se nuk i interesonte pejgamberi alayhis salam dëlirësia e bashkësisë. Apo ecmo se s'bëre do një gjë të madhe. Jo! Largohu se vite shumë mirë, largohu. Aty me Zotin tënd pendohu. Dakor? Dhe mos e jap tu tek unë. Se po erdhe këtu tek unë jam i detyruar çfarë të bëj?
të zbatoj kushtetutën, të zbatoj shariatin e Zotit. Kjo është ligji i Allahut të lartësuar. Largohu aty me veten tënde. E shikoni mëshirën e pejgamberit e sa. U thuaj, në sa momente u demonstrua mëshira e dërguar të Allahut të lartësuar në këtë ngjarje. Në disa momente. Momentin e parë kur i thot largohu 3 herë. Dakor? Momenti i dytë shkoni maturia. Dhe shkoni maturia në verifikim. Mos vallë ka pësuar tronditje mendore. Jo, është mos vallë ka pirë. Është i dehur. S'ka probleme me logjikën. Jo, është në rregull. Shkon maturia. Pra, dëgjon ti që vllai musliman ka bërë një gabim. Atëre thuaj më valla. Mos vallë ka pat të problem, mos vallë ka pat atë problem, mos vallë ka qenë një situatë e tillë në rrethana të caktuara. Pra, përpara se ta kryqëzojmë atë. Përpara se ta masakrojmë, mos vallë. Imagjinoni edhe pse. Probleme mendore, probleme mos ka pirë, që kur vjen puna pija çfarë ishte? Gjuna më vetëm. Dakord? Ama diskutoj për diçka akoma më të madhe, diskutoj jeta. Tjetër gjë. Po ti ishte aty pejgamberi sa. Do vritej majs? Çfarë të helat atë këtu? Pse nuk helat? Pa përderisa në atë moment çfarë bën? U largua. Të shkonte të pendoj. Se këtu kemi edhe një rregull tjetër, jurisprudencë, që ai që shkon në gjykatë dhe pranon një gabim, një gjuna. Nëse tërhiqet gjatë procesit, çfarë bën? Atëherë lihet. Lihet, nuk zbaton. U tërhoq, lihet. Dakor? Prandaj edhe pejgamberi alayhisallam thotë, pse nuk e lat? Sigurt ta kishte latë. E këtu edhe një herë tjetër dalim në përfundimin për ndësinë e madhe që ka dia. Dia në detajet e fesë. Dia në çështje të rëndësishme, mos i moslim një çështje pa e zauruar komplet, pa qenë në mënyrë të kristal të i qartë në lidhje me këtë çështje. Mirë, edhe këtu dorim pa mëshira e dërguar të Zotit në lartësuar. Tjetër, një gjë tjetër. Shoku që ti drejtohesh për tu këshilluar, apo shoku i cili ta vetë ofrohet për të këshilluar, duhet të ketë në mënyrë të padiskutueshme 2 komponentë. Cilat janë këto mëndesër? Mi thoni. Dituria dhe mençuria. Të lumë. Dituria dhe dashamirësia. Duhet të ketë diturin, duhet të ketë dhe dashamirësi. Nëse mungon njëra nga këto, problem. Çfarë i tha pejgamberi alayhisalam Hezalit pasi ndodhi kjo? E morit. Kushtë orientoj? Thot Hezal. E ja këtu Hezal. I thot pasha Allah. I thot pejgamberi sa. Nëse do të kishe mbuluar majzin me rrobën tënde, do të ishte më e mirë se sa ajo që ndodhi. Nëse ta kishe mbuluar me rrobën tënde, të gjitha mundësitë, po ta kishe mbuluar, do të ishte më e mirë se sa ajo që ndodhi. Pse orientove të vinte tek unë? Pse nuk e orientove aty me Zotin e tij të kërkonte falje, të pendohej, të përmirësohej, të lotte këton, dhe mos të hinte tek unë, mos shkonte në gjykat. Mos shkonte në pranë. Prandaj, dikush të merri qafë nga dëshira e mirë. Dëshira e mirë e majzit cila ishte. Orientoi te pejgamberi sa, nuk e orientoi për tek në gjunaf tjetër. Po nuk ja shilloi. Dhe jo gjithmonë ai i cili ta do të mirën ja shillon. Prandaj gjithmonë në çështje të thukta, shumë të rëndësishme, duhet të përzgjedh dhe për të ndarë me të, për të konsultuar më të dishmin dhe më të mëshirshmin, të maturin dhe shamirësin. Së mundu ashtë çështje delikate me këdo prej njësë. Dakord? E ftojnë me kashë. Dam diçka? Hajde më tholi nga inë. Në i tjetër. Po? Lógico.
Po. Ne duhet Allah shpërblet. Inshallah. Ne nuk do të abuzojmë me as me ngjarje pas me tekstet. Ne do të kapim, do të jemi të sinqert me situatën. Pra, kushdo mund të thë, ku mund të abuzoj për shembull me këtë ngjarje. Pra ne do të kemi sidq, të jemi sinqert me veten. Nga njëra anë çfarë themi ne? Nga njëra anë, pra njëti personazh çfarë tregon që edhe njerëz të mëdhenj mund gabojnë, ama sillu ti si njerëz të mëdhenj pasi gabojnë. Problemi është se ne gabojmë duke justifikuar se edhe njerëzit të mëdhenj gabojnë, por nuk reagojmë, nuk reflektojmë siç reflektojnë njerëzit e mëdhenj. Dakor? Allah shpërblet. Dhe më kujtova edhe diçka, që çështja është destinuar privat nga kjo. Cila është? Është shumë e rëndësishme. Hajde, kush më gjë? Nuk është e mjet ta dish diçka teorikisht dhe ta provosh. Teorikisht e dinte majzi se çfarë do ndodhte me të? Më thoni mu? E dinte? E dinte se cili ishte hukmi, gjykimi, sheriatit pas të gabimit? E dinte? Po kur shkoi te pejgamberi sa me dinte? Po, fol pra. E dinte? Dakor? Pse jam mbathi rapid? Është tjetër gjë ta dish dhe është tjetër gjë ta provosh. Është tjetër gjë ta dish që ai që bën këtë gjë do dënohet me zjarr xhenemit, do dënohet me këtë, në ditën e gjykimit do ketë, dhe është tjetër gjë ta provosh. Allahu na ruaj. Problemi është se ne e dimë detajin çdo gjë që ka të bëjë me fen. Çdo detaj dimë. Dhe është tjetër gjë ta provosh. Tjetër gjë ta dish burgun, tjetër gjë ta provosh. Tjetër gjë ti dish disa aspekte dhe tjetër gjë ti provosh. Prandaj do ta shohim dhe në këtë këmbështrim, se përse bëhet fjalë dhe të lutim Allahun lartësuar që asnjë siklet për sikletave të dunjas, të cilat nuk i përballojnë dot dhe nuk kemi të vetëdijshëm, mos na sprovojë Zoti lartësuar dhe njëkohësisht të na rehatojë nga të gjitha sikletat e botës tjetër. Jemi të shkëlqyer nga të gjitha sikletat e botës tjetër. Mjafton me kaq dhe na bashkoft Allahu lartësuar me majzin dhe me gjithë sahabët në xhenetet e larta, në xhenetin e Firdevs. Subhanallahu, alhamdulillah, astaghfirullah.